Dënimi maksimal në rastin konkret të veprës penale nga neni 216 paragrafi 2, se kemi të bëjmë me persona të zgjedhur janë antarë, parashitet deri në 5 vite burgim. Se a do të kërkojmë me dëmjueshës, pa dyshim që do të kërkojmë dënimin maksimal. Nuk është në dorën tonë ta shpallim, të atë gjykojmë, në dorën tonë është ta përpilojmë akt akuzën si duhet me elementin e dashjes, për cilin konsideroj që njëktor land ka pas dashje, dhe me pakënaqësitë e vendimeve gjyqësore të apelojmë me ankesa. Sa i përket angazhimit të kryeprokurorëve në raport me prokurorët e zyrës vet, ata do t'i shqyrtojnë të gjitha rastet në komunën që mbulojnë. Nuk ka nevojë mu marrë nga qendra hetimin, nga se për shembull në komunën e Gjakovës kemi Malisheve, në Rovetin e Gjakovës. Më thonë, Gjakova i mbulon këto 3 komuna për cilat do të heton dhe do të zbulon manipulues të votave. Ndërsa ne jemi në kontakt drejt për drejt me gjithë kryeprokurorët, të cilët me ata kanë shumë autorizimet në policisë e Kosovës për të ndërmarrë veprimet konkrete, për të grumbulluar informata dhe për të marrë prova relevante, qofshin ato kamera apo edhe DVR-a të ndryshëm për të cilat do t'i shërbejnë prokurorit në gjatë hetimeve të matutjeshme, me qëllimin më të mirë që t'i kemi, ashtu siç e tha edhe ti, hetime të thokta dhe të dalim me një konkluzion të përbashkët si sistem prokurial që kemi hetu dhe kemi zbulu dhe kemi dërgu para gjykatës personat të cilët vërtet e meritojnë që të jenë të ndëshkuar dhe të jenë përgjes para ligjit. Unë e kuptoj shqetësimin, që nuk ka vetëm shqetësimi juaje, është shqetësimi pothuajse të gjithëve që bën këtë pyetje, çka do të bëhet me kandidatët apo deputetët që kanë shtuar votat. Kandidatët që kanë shtuar votat do të jenë objekt i hetimeve pavarësisht cilësisë çfarë do ta trajtojmë fillimisht, varësisht për intervistave që na vinë dhe deklarimeve të komisionerëve dhe kryesuesit të komisionerëve. Nga se duhet të sigurojmë prova se vërtet ka qenë i shtyrë nga një deputet në çfarëdo mënyre t'ja shtoj zakonisht, nuk ja kanë munguar skujt, ja kanë shtuar gjithëve. Ju kanë shtuar, t'ja shton votat dhe mënyrën pse ju kanë shtuar. Mos harrojmë, mënyra e shtimit të votave një kandidati për të bërë deputet bëhet me dashje dhe me porosit posaçme. Se si është bërë, se në çfarë mënyrë është bërë, mbetet që gjatë hetimeve tani e tutje nga sot e deri në përfundim, qoftë me kamera apo edhe me bashkëpunime të ndryshme me komisionerët dhe me kryesues që të vazhdojmë atutje. Unë vetëm një gjë e di. Nuk do të amnestohet asnjë person pavarësisht funksionit çfarë ka. Vetëm të kemi provat mjaftueshme për cilët mos i hin njerëzve në hak, t'i marrim pa nevojë dhe mandej t'i lëshojmë. Roli i prokurorit është me siguru prova relevante, prova të mbështetura në ligj dhe të pranueshme për gjykatën. Prandaj besoni që është një hetim i mirëfillt, është një hetim mjaft i komplikuar në raste konkrete kur kemi të bëjmë edhe me persona të tretë që involvohen në këtë proces, prandaj duhet me pas pak më tepër durim për më ardhur deri te qëllimi kryesor që ja kemi qit vetë si prokuror. Në përmbyllje të kësaj konference, që unë sërish dua ta falenderoj edhe prokurorin edhe policinë e Kosovës dhe pamë-dyshje edhe krejt media që kanë kontribuar dhe janë duke kontribuar në punën tonë institucionale. Veç ta kemi parasysh, jemi në proces për cilin që nga viti 2010 nuk ka përsërit asnjëherë. Është procesi i më i kompromituar deri më tani dhe si koordinator nacional i zgjedhjeve, unë e kam përmbyll procesin zgjedhor me intervista dhe me komunikata me vetëm 5 lanë të kryme me kallëzime penale. Kjo është që ka ndodhur pas përfundimit të procesit dhe nuk mundemi ta lejojmë që si shtet me demokraci të zgjedhjeve e renditura në ndër shtetet më demokratike zgjedhore, që mos i hetojmë ta personat të cilët dojnë ta prishin reputacionin e Republikës Kosovës dhe të shoqërisë tonë. Prandaj ju do të na ndihmoni më tepër ndoshta se sa na që këtë proces ta dërgojmë deri në fund. Po të jemi pak më vigjilent dhe të jemi më të durueshëm që hetimet të shkojnë në rrugën e duhur. Ju faleminderit.